Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën, qepa e kuqe shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Pavarësisht se mund të mos kenë aromën më të mirë në botë, qepa është një nga ato perime që duhet të hahet në çdo moment të ditës, pasi është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve. Është shumë e pasur me oligoelementë si sulfuri, kaliumi, magnezi, fluori, kalciumi dhe fosfori. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës K dhe C, një burim shumë i mirë i vitaminës A. Enzimat aktive të qepa kanë në veti diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tretës. Normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorës së trashë. Ndoshta, disa nga ju e dini se qepa është shumë e mirë për shëndetin. Ja disa probleme shëndetësore sipas Healthy Side që mund të mbahen në kontroll me qep, sidomos me qepën e kuqe. Veshët e bllokuar. Me anë të një thike të vogël hiqni bulbin e qepës dhe vendosni në fillim të kanalit të veshit. Kujdes mos e shtyni shumë brenda. Më pas e lini të qëndrojë gjatë natës, kur të zgjoheni, dylli do të zbutet dhe do të jetë më e lehtë për ta larguar. Qepa është një mundësi shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll djegjet. Qepa është shumë e dobishme kur vjen puna te djegjet e lëkurës. Prisni një qep në 2 pjesë dhe vendosni në njërin gjysmë mbi vendin e djegur. Mbajini për 5 deri në 10 minuta, ajo do të minimizojë dhimbjet dhe do të zbusë djegjet. Kjo metodë do të lehtësojë problemin tuaj derisa të shkoni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar. Qepa është një alternativë shumë e mirë për të normalizuar temperaturën e trupit. Nëse keni temperaturë të lartë trupore, prisni një qep në copa të vogla dhe vendosni atë në çorape. Kjo është një mënyrë shumë e mirë natyrore për të ulur gjithashtu edhe temperaturën. Kjo këshill vlen edhe për të vegjëlit, eliminon toksinën nga trupi. Hani her pas here një qep të freskët përpara se të flini gjumë. Siç e dini, gjatë natës organizmi filtron toksina në mënyrë natyrale dhe qepa është një stimulant shumë i mirë gjatë këtij procesi. Sigurisht do të japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj. Qepa forcon edhe nxit rritjen e flokut. Sjufuri është një komponent kritik i keratinës, proteina që përmban flokun. Qepa e kuqe përmban nivele të larta të sjufurit, të cilët ndihmojnë në qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës dhe siguron lëndë ushqyese dhe mineralet të nevojshme për folikulat e flokëve. Qepa e kuqe mund të ndihmojë në nxitjen e rritjes së fortë dhe të shëndetshme të flokut. Qepa parandalon gjithashtu edhe rënien e flokut dhe redukton zbokthin. Përbërja e sjufurit të qepa ndihmon në forcimin e gjendrave të flokut dhe redukton thyerjen. Përballja me zbokthin mund të jetë zhgënjyese, meqense qepa e kuqe ka veti antifungale dhe antibakteriale. Përveç kësaj, komponentët e sjufurit të qepa ndihmojnë në vrasjen e bakterjeve dhe kërpullave, të cilat shkaktojnë gjithashtu edhe probleme me zbokthin. Qepët e kuqe përmbajnë shumë vitamina dhe minerale, duke përfshirë kalciumin, magnezin, kalium, vitaminën C dhe K. Ato e bëjnë trupin të shëndetshëm dhe ndihmojnë në parandalimin e shumë sëmundjeve. Qepët e kuqe janë shumë të shëndetshme kur gatuhen, mirë po më të shëndetshme janë të pagatuara. Në rast se keni probleme me tiroiden e qafës, qepët do të jenë një shërim për ju. Doktor Igor Knjazikfrom nga Petersburg thotë se është ai që ka zbuluar një recetë ku thotë se në mbrëmje para gjumit duhet të prisni një qep të kuqe dhe në mënyrë që lëngu të rrjedhë nga ajo. Merrni një qep, e bëni masazh rreth qafës dhe gjendrës tiroide dhe pasi të përfundoni këtë duhet të flini, por pa e larë qafën. Kjo për shkak se lëngu i qepës do t'jap efektet më të mira gjatë natës. Përpoç kësaj, qepa është efektive edhe në pastrimin e ajrit, në pastrimin e gjakut, në largimin e patogjenëve dhe bakterieve në ambientet tuaja. Gjithashtu qepa është një nga produktet më të mira ushqyese dhe mund t'japë rezultate mjaft të larta ushqyese në lehtësimin e njësër komplikacionesh. Secila qep siguron përmbajtje dhe përbërës esencial ushqyes dhe probiotik për shëndetin e përgjithshëm të organizmit. Kur është fjala për shijen, qepa e verdhë është më e përshtatshme dhe gjithashtu ajo mund t'japë edhe efekte. Mirë po ekziston edhe një shenjë në të cilën mund të ndiqni në rast se zgjidhni qepën të cilën do të përdorni në gjendjen tuaj. Qepa është një zgjidhje e shkëlqyer edhe e përbërësve ushqyes. Pa marrë parasysh cilin lloj keni zgjedhur, çdo lloj përmban një dozë të mirë të antioksidantëve. Të gjitha varietetet përmbajnë flavonoide të cilat luftojnë
kundër radikaleve të lira dhe gjithashtu japin rezultate mjaft të mira për shëndetin. Qepa e kuqe ka një shije kur piqet dhe mund të hahet e gjallë. Ajo mund të kombinohet gjithashtu edhe në sanduiç ose edhe në ushqime të tjera. Qepa është e mirë për organizmin dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e saj në mënyrë të rregullt. Kështu rezultatet që do të keni për shëndetin do të jenë të larmishme dhe gjithashtu do të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e shëndetit. Të gatuara ose jo, organizmi përfiton shumë nga konsumi i qepës. Shumë prej nesh bëjnë naze për shkak të aromës së saj karakteristike, por pasi të mësoni vlerat ushqyese të kësaj perime, nuk do të mendoheni më për këto probleme. Komponentët e sqyfurit të qepa formohen përmes një reaksioni enzimatik sa herë që shtypen dhe priten. Sipas studimeve, këto komponentë të sqyfurit vijnë me shumë përfitime shëndetësore. E mira është se qepa mund të konsumohet e pagatuar për të marrë maksimumin e lëndëve të saj ushqyese dhe për të ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit. Komponentët e sqyfurit të qepa mund të ofrojnë edhe të mira për shëndetin. Këto të fundit ndihmojnë në parandalimin e formimit të pikses së gjakut, duke ulur kështu rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto komponentë zvogëlojnë prodhimin e kolesterolit jo të shëndetshëm në trupin tonë. Por pse duhet të konsumojmë qep? Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Sipas një studimi të vitit 2013 të American Journal of Psychology, quercetin, një enzim aktive antiinflamatore të qepa, është vërtetuar se relakson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe mundet të lehtësojë gjithashtu problemet e astmës. Qepa nxit edhe sistemin tuaj imunitar. Polifenolet e pranishme të qepa veprojnë si antioksidant duke mbrojtur kështu trupin tuaj kundër radikaleve të lira, sipas Anne May, dietologe në qendrën e Washingtonit, DC. Eliminimi i radikaleve të lira ndihmon në rritjen e sistemit të fortë imunitar. Sipas qendrës mjekësore të Universitetit të Marylandit, quercetina e pranishme të qepa zvogëlon reaksionet alergjike duke ndaluar trupin tuaj të prodhojë histamina, ato që bëjnë të qani, të shtini dhe kruajni nëse keni reaksione alergjike. Qepët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Qepa e kuqe përmban flavonoide, të cilat ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Gjithashtu qepët përmbajnë përbërës organosulfuri, të cilat ulin rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare, ndërsa thiosulfatet e pranishme të qepa veprojnë si ollues të gjakut natyral, gjë që mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të goditjeve në tru. Shumë nga këto studime janë kryer dhe kafshët ndaj nevojiten gjithashtu të përdoren me kujdes. Qepët ndihmojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe kromi i pranishëm të qepa ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, ndërsa sqyfuri ndihmon në uljen e sheqerit duke nxitur prodhimin e insulinës. Një studim i vitit 2010 në revistën Environment Health Inside raportoi se mund të jetë veçanërisht e dobishme te individët me diabet. Individët me diabetin e tipi 1 dhe ata të tipi 2 që konsumojnë qep kanë treguar nivele më të ulta të glukozës 4 orë pasi kanë konsumuar qepën. Qepët do të eliminojnë gjithashtu edhe përbërësit e qelizave të këqija. Ato do të ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Qepët janë të pasur me antioksidant të quajtur quercetin, të cilët neutralizojnë radikalet e lira, përgjegjëse për dëmtimin e qelizave. Gjithashtu quercetina mban arterje të buta dhe më elastike. Quercetin e pranishme të qepa nuk siguron vetëm imunitet të fortë, por në bashkëpunim me selenin që ndodhet po ashtu te qepa, forcon sistemin imunitar. Të dyja së bashku reduktojnë inflamacionin në të gjithë organizmin. Gjithashtu do të keni më pak probleme nga alergjit. Alergjitë sezonale shkaktojnë kruajtje të syve, hundëve dhe gjithashtu koll të shpeshtë. Prandaj her pas here që keni probleme të tilla, hani pak qep përpara se të pini pilulat e rrallës. Quercetina bllokon elementet inflamatorë të cilat shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të alergjive. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.